shumë let me Kosovën? Po shumë, do shta edhe pse i kom pru shumë shpesh çdo verë, që kjo mendoj që ju ka ndihmu shumë. Një dert ma pak. A ke humbë diçka gjatë viteve në Kanadë, në një rast në Kosovë, qoftë gëzimi, ose momentet të rënda që s'ke pas mundësi me qenë fizikisht këto? Po, kom humbë, jashtëzakonisht shumë. Momentet sidomos të gëzimit, martesat familjarëve, unë jam bo një soj mo, mos me qenë. Edhe a për humbje, vetëm humbje në gjyshës, nuk kom qenë këto, për tjerat nuk më kanë ndodhë shqyqër Zotit, mos me qenë. Do me thonë për familje të ngusht, me qenë afer. S'kom pas diçka në i humbje që mos me mujtë. Se s'kish mujtë me ndodha jo, se isha ardhë. Po, kishe bu çdo lloj mundësie. Sigurisht që po. Okej, talëm Kanadën, e të kthehemi pak në të gjithë njerëzit i the edhe vetë, sidomos u vitet e fundit janë rikthy aq shumë këngët e mirësës. Kjo mund të ketë 2-3 kuptime, varet se si e shohin njerëzit, ose po ju merr malli shumë për këngë të tilla që nuk po i gjej në krijimet e ditëve të sotme, dhe jemi pak kështu si popull vetë nostalgjik, na bujnë me u ndi shumë mirë periudha të caktuara të bukura. Ti të kthej pak në atë kohën, të të bëj edhe ty me u kthy në kohë. Kur e ke ndje veten gati me i thonë vetës Mirsa, okej, ti Mirsa, duhesh me u fut në botën e muzikës edhe duhesh me dalë në skenë? Po mendon në të kaluamën? Po. Po momentin kur kom vendos me marrë pjesë në Këngën Magjike, në vitin 2005, aty kom vendosë dhe kom thonë që jam gati me marrë pjesë, edhe shpresoj që ka mu pëlqy kënga dhe kom u bojë famshme, edhepse une para Këngës Magjike, kom marrë pjesë në Ethet e së Premtës, 2 vite më herët. Më kanë njoft me emër, si Mirsa, po nuk e kanë ditë në fakt. Ajo është kulmi, në Këngën Magjike aty shpërtheva me këngë djaloshim edhe ma ndej s'ka, ma nuk jem dalë. E vërtet.